Nëse ti se mbron gryën tane, kush ka me mbrojt gryën tane? Nëse ti si del në krah gryës tane, kush ka me dal në krah gryës tane? Nëse ti si burr nuk ja mbron drejtat gryës tane, kush pret me ja mbrojt drejtat gryës tane? Nëse dikush thirr veç ti ndarësën, edhe s'ta thirr grujen, mos i shkon ndarësën. Do thonë nëse e ki familjar, nëse ato ta poshtërsu gryën tane, do thonë me qëllim, s'po folna pa qëllim. Nëse të ka thirr ti si shok, veç si shok i shokin, shkon ndarësën. Ama nëse dikush të thirr ti, automatikisht thirr, e thot hajde me mu, ose hajde në darshmën teme, hajde në shtëpinë teme, ose hajde në mezhlisin tem, që është mezhlis familjar, edhe do me ta poshtërsu gryën tane. Tu thirr ti, mos i shko ku të ka thirr. Do me thonë, mos shkon darshmën e një familjarit, që veç ti të thirr, edhe gryën tane s'ta do, mos e poshtërso gryën tane, tu i shku ati vendarsën. Pejgamberi alayhis salatu wassalam gryën e vet se poshtërsojke. Nuk e liki dikush me ja poshtërsu gryën e vet. Nëse ti se mbron gryën tane, kush ka me mbrojt gryën tane? Nëse ti si del në krah gryës tane, kush ka me dal në krah gryës tane? Nëse ti si burr nuk ja mbron drejtat gryës tane, kush pret me ja mbrojt drejtat gryës tane? Do të thonë pejgamberi alayhis salam refuzoi me shku te ki persiani kojshia i tij që ishte veç pse si athirke Aisha radhiyallahu anha, derisa ja thiri gryën masanena shkoi. Edhe ti mos e poshtërso gryën tane. Nëse dikush me qëllim ta ban që të thirr veç ty edhe gryën s'ta thirr, mos e prano këtë ftesë, sepse kur ta pranojsh këtë ftesë, ta di se ti automatikisht e ke poshtërsu emanetin tënd që e ke në shtëpinë tane.